Zëvendës presidenti Amerikan J.D. Vance së bashku me delegacionin Amerikan, mes tyre Steve Witkoff apo Jared Kushner, pjesë e bisedimeve të paqes me Iranin, janë nisur drejt Pakistanit dhe pritet të mbërrijnë brenda pak orësh. Lajmin e dha presidenti Amerikan Donald Trump në një intervistë fillimisht për New York Post, duke shtuar se është i gatshëm të takohet me zyrtarë të lartë iranian edhe vet ai nëse arrit përparim në këto negociata. Ndërsa në një intervistë tjetër për Fox News, Trump shkoi më tej, duke deklaruar se një marrëveshje me Teheranin mund të nënshkruhet që sot. Bisedimet pritet të zhvillohen, tha Trump, duke hedhur poshtë dyshimet për dështimin e negociatave. Në këtë fazë nuk besoj se dikush po luan lojra, shtoi ai. Presidenti amerikan konfirmoi se delegacioni i nivelit të lartë, ku përfshihen zëvendës presidenti J.D. Vance, i dërguari i posaçëm Steve Witkoff, dhe këshilltari Jared Kushner, është nisur drejt Islamabadit për raundin e radhës të bisedimeve. Ata janë tashmë në rrugë, do të jenë atje sonte, deklaroi Trump. Ky zhvillim nënvizon urgjencën e negociatave, të cilat zhvillohen vetëm pak ditë para përfundimit të armëpushimit mes SBA-ve dhe Iranit, në një periudhë tensioni të shtuar në Iran. Trump la të hapur mundësinë e një lëvizje të rëndësishme diplomatike, duke theksuar se nuk përjashton një takim të drejt për drejt me udhëheqjen iraniane. Nuk kam asnjë problem t'i takoj. Nëse duan të takohemi, kemi njerëz shumë të aftë, por nuk kam asnjë problem të takohem me ta, u shpreh ai. Sipas tij, kërkesa kryesore e SBA-ve mbetet e pandryshuar. Irani duhet të heqë dorë nga çdo përpjekje për të zhvilluar armë bërthamore. Të heqin dorë nga armët bërthamore është shumë e thjeshtë, nuk do të ketë armë bërthamore, tha Trump. Ai shtoi se Irani mund të përparojë nëse respekton këtë kusht. Përndryshe është një vendim mrekullueshëm. Mund të bëjë vërtet i tillë, deklaroi ai. Megjithatë, presidenti amerikan nuk dha detaje për pasojat e mundshme nëse Teherani refuzon të përmbush kërkesat ose nëse bisedimet dështojnë, veçanërisht në prag të përfundimit të armëpushimit. Nuk dua të hyj në detaje. Mund ta imagjinoni vetë, nuk do të ishte diçka e mirë, tha ai kur u pyet për mundësinë e përshkallëzimit të masave. I pyetur nëse SBA e di se kush përfaqëson Iranin në negociata, Trump u përgjigj: "Kemi një ide mjaft të qartë dhe besojmë se po flasim me njerëzit e duhur."